Do t'jemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Doneta Prokni. Rishikohet për herë të tretë buxheti. Kolegu Mario Brakaj, që e kam lidhje të drejtë për drejtë, do jap më shumë detaje sa i takon këtij vendimi. Të përshëndes Mario, fillimisht duam të dim edhe një vështrim të përgjithshëm për këto ndryshime, cilave institucione ju hiqen para dhe kujt ju shtohen. Doneta, teksa pritet në fakt që të publikohet projekt buxheti për vitin 2026, tashmë i hartuar nga Ministria e Financave, ky institucion ka depozituar në kuvend një relacion bashkë me projektligjin për rishikimin e buxhetit vitit 2025, ku bie në sy shtimi i fondeve veçanërisht për i qeverisjen. Pra të gjithë le themi ato deklarata të bëra, duket sikur në fakt do të materializohen bashkë me diellën, po edhe një sër projekte të tjera të cilat qeveria ka për të zbatuar në vitin 2026 edhe në vijim, kanë rritur në 20 miliard lek buxhetin në dispozicion të i qeverisjes së programit në varësi të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit. Gjithashtu ka rritje të fondeve në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Pjesa më e madhe e tyre shkon për një sër projekte rrugore dhe hekurudhore, përfshirë këtu zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës në Ndrojç-Plepa, po ashtu dhe hekurudhën Tiranë-Durrës bashkë me një pjesë financimit për Vor-Hani-Hotit, ndërkohë që një pjesë e fondeve shkojnë pikërisht për Alp Controllin, fondet e të cilit në fakt janë pezulluar për shkak të një procesi gjyqësor me biznesmenin italian Beketi. Gjithashtu kemi një shtim të fondeve në Ministrinë e Brendshme, janë 130 milion lekë në tepër që janë alokuar këtij institucioni, ku një pjesë e tyre do të shkojnë për të bërë hartën digjitale, një projekt në fakt i cili është nisur edhe më herët, ka pasur financime por nuk ka arritur kurrë të materializohet për shkak të heqjes fondeve, ndërprerjes fondeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si pasojë e politikave të ndërmarra nga presidenti Donald Trump që me ardhin e tij në zyrën ovale. Një pjesë e fondeve janë shtuar edhe prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, do të ketë më tepër fonde në dispozicion, e kundërta ka ndodhur me Këshillin e Lartë Gjyqësor, me gjithë le të themi nevojat e shtuara të trupës gjykuese, veçanërisht në ditët e fundit pas ngjarjes së ndodhur për të pasur më shumë fonde në dispozicion me qëllim rritjen e sigurisë. Në fakt KLG-s janë ulur fondet në dispozicion, do të ketë më pak para deri në fund vitit. Kjo edhe si pasojë e fondeve të cilat nuk janë mundur të shpenzohen ashtu siç Ministria e Financave ka gjykuar, ndërkohë që do të kemi edhe Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural që ka një rritje anemike do të thoja të fondeve, por që megjithatë mbetet në rritje. Ministria e Mbrojtjes nga ana tjetër përpos gjithë retorikës për rritje të fondeve në dispozicion për të kapur edhe 5%-shin, një objektiv i vënë së fundmi nga liderët e vendeve anëtare të NATO-s. Në fakt Shqipëria të paktën me buxhetin e vitit 2025 do të bëjë të kundërtën, kemi një reduktim të fondeve në dispozicion, këtu përfshirë forcat e luftimit, por edhe le të themi për të gjithë fondet në dispozicion të Ministrisë së Mbrojtjes. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme gjithashtu do të ketë më pak para në dispozicion bashkë me presidencën dhe kryeministrinë. Edhe këto dy institucione, ekzekutivi në vetvete do të ketë rreth 75 milion lekë më pak para në dispozicion deri në fund vitit, por edhe presidenca, institucioni i cili drejtohet nga i pari i shtetit zoti Bajram Begaj, do të ketë gjithashtu më pak para në dispozicion deri në fund vitit. Në fakt, ajo që shihet me shumë interes është një fond i shtuar për pensionistët. Çfarë ndodh me ta? Atëherë kemi një rritje të konsiderueshme të fondit në dispozicion nga 37.5 në 97 milion euro për fondin e shpërblimit të fund vitit, gjë që do të thotë që në fakt pensionistët do duhet të presin dhe do të kenë më tepër para në xhepat e tyre me shpërblimin që qeveria jep tashmë.